Shumë e vërtet në fakt, ky vit për qeverinë britanike dhe imigracionin përgjithësi ka qenë një vit shumë i paqëndrueshëm. Kjo për shkak të presionit politik që qeveria ka aktualisht, qoftë nga partitë e tjera politike, qoftë nga opinioni publik. Po flasim për një vit që është shumë anti-emigracionit. Dhe si rjedhoi, qeveria ka ndërmarrë dhe po ndërmerr aktualisht është në dëgjesa publike edhe po planifikon të bëjë një sër ndryshimesh. Ka filluar ndryshimet në fakt që nga janari i këtij viti, duke mos lejuar shumë qytetar të pajisjeve në shtetësinë britanike për shkak se në moment të caktuar të jetesës në Angli ato kanë bërë hyrje të paligjshme dhe gjithashtu nga ana tjetër Ministria e Brendshme këtu ka në plan të bëjë ndryshime për sa i takon lejes së përhershme të qëndrimit. Aktualisht personat që mund ta përfitojnë ato për 5 vite, planifikohet që mund të kalohet në 10 vite. Pra, ata synojnë që tani e drejta e jetesës së përhershme këtu në Angli, mos të jetë një drejtë që ti ta përfitosh, por në fakt ta fitosh atë. Dhe prandaj për këtë arsye